Arsyet përse duhet të konsumoni sa më shumë qershi gjatë verës. Nuk ka si qershit në verë. Ato fillojnë dhe piqen në vendin tonë në maj, deri në korik në varësi të zonave të ndryshme. Shumica prej nesh i konsumojnë shumë qershit, pasi janë shumë të shishme, por për post faktit se janë të ëmbla qershit, kanë edhe vlera kurative që ju ndoshta nuk i dinit. Në këtë video do të mësoni se cilat janë këto benefite të qershive. Luftojnë dhjami në bark. Studime të ndryshme kanë treguar se qershitë e thata mund të ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të peshës dhe nëse konsumojmë një dietë të lartë në yndyr. Gjatë një studimi të fundit të kryer tek brecit, grupi që mori pluhur të qershive të tharta, të përfshirë në një dietë të lartë në yndyr, nuk fituan aq shumë peshë sa grupi që nuk morën qershi. Në gjak, gjithashtu, u vure më pak shenja të inflacionit të lidhura me sëmundjet e zemrës dhe diabetit. Përveç kësaj, ata kishin nivele më të ulta të kolesterolit dhe trigliceriteve. Ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve të shkaktuara nga osteoartriti. Qershit mund të përdoren më së miri si lehtësues për dhimbjet e osteoartritit. Mund t'i konsumoni në formën e frutit ose si lëng. Gjatë një eksperimenti të kryer tek 20 gra të moshës 40 dhe 70 vjeç që vuanin nga osteoartriti, hulumtuesit shkencor zbuluan se konsumimi i lëngut të thartë të qershive 2 herë në ditë për 3 javë ndihmoi në paksimin e disa shënjuesve të rëndësishëm të inflacionit, sidomos për pacientët të cilët kishin nivele më të larta të inflamacionit në fillim të studimit. Lëngu i qershive sigurisht parandalon edhe efektet anësore të shumë ilaçeve për lehtësimin e dhimbjeve, ulin në rrezikun e goditjes në tru. Hulumtuesit shkencor nga Universiteti i Michiganit kanë zbuluar se qershit sigurojnë përfitime kardiovaskulare të barazvlefshme me shumë ilaçe. Sipas tyre, antocianina, pigmenti që ju jep qershive ngjyrën e kuqe, mund të aktivizojë receptorin e ruajtur PPAR në inde trupore që mban nën kontroll nivelet e yndyrës dhe glukozës, duke paksuar kështu faktorët e rrezikut për kolesterolin e lartë, tensionin dhe diabetin. Jo keq për një frut kaq të vogël. Luftojnë pa gjumësinë. Shumë njerëz ankohen se kanë probleme me gjumin, qoftë nga stresi i tepërt, çrregullimet e hormoneve, truri i ngarkuar nga jetesa e pashëndetshme. Ata përfundojnë duke urtulluar gjatë gjithë natës në shtrat në përpjekje për të fjetur. Gjatë një studimi, pjesëmarrësit që konsumuan 30 ml lëng qershie pas gjimit dhe 30 minuta para vaktit të darkës, pësuan rritje të dozës me metatonin me 85 mcg në ditë.